Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e merr hakun e muslimonit, hakun e vëllaut vetë musliman pa të drejtë, Allahu ja ka bërë të ndaluar xhenetin dhe do të hyjë në xhenem. Nuk është që rrin xhenem për gjithmonë, mirë, po ky e meriton xhenemin edhe nuk do të hyjë në xhenet me njerëzit e parë ose me grupet e para të xhenetit. Do të thonë, a ja vlen për një plaçk të kësaj bote, për një pasuri sa do që tjetë me humb xhenetin ose me përjetu xhenemin, qoftë edhe për një kohë të shkurt, nuk ja vlen për besimtarin, nuk ja vlen për ata dhe Allahu pejgamberi alayhi salatu këtë rast, po e lidh këtë me ndëshkimin botën tjetër. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam gjithashtu thot, Allahu e mëshiroft një besimtar i cili është tolerant kur shet, tolerant kur blen, tolerant kur lyp borxh, tolerant kur kthen borxhin, edhe tolerant kur e lyp borxhin e vet. Domthon çka i bën tolerant? Domthon kur shet, thot shet në jo me çmim të pakapshëm, ose jo me shfrytzu rastin edhe me ngrit çmimin. Pastaj nuk këmbgulin në çmim caktuar, mirë, po domethënë është që toleron, e zbret çmimin, bën pazarët let me to. Po dhe kur shet, po dhe kur blen këtë formë. Po nuk është që e prish pazarin për një shumë të vogël, sikur se ndodh njerëzit për 5 euro, për 10 euro me prish pazarin e madh për shembull. Pse i ndodh? I ndodh ndoshta për ndonjë inat, për ndonjë inati ose ku me ditë për ndonjë llogarie tjetër ose kalkulimi tjetër, ndërsa pejgamberi alayhi salatu po thotë Allahu mëshiroft dikant që është tolerant, domosdoshmë si bën këto gjëra. Çka është i lehtë në pazar, është i lehtë në shitje, është i lehtë në mbledhje, është i lehtë kur jep borxhin, kur e kërkon borxhin e vet, edhe është i lehtë kur kërkon borxh prej dikujt